Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 26, data 26 qershor 2026. Duket se ka të bëjnë shumë me një nga ndikimet më të mëdha që mund kemi për sa i përket kësaj fundjavë, sepse duke ditur që dita e premte është një nga ditët më ndikuese dhe rrezatuese nëse do ta marrim nga ana e ndikimit dhe pozicionimit të planeteve, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse ndikimet që kanë bënë, momenti, koha dhe ndryshimi që vjen, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mijë arsye, duke pasur parasysh edhe kohën e duhur mbi ndryshimet që vijnë dhe momentet e arta mbi atë çka kërkojmë dhe duam. Por mos harrojmë sepse një nga kohrat më të mira dhe mundësitë kur kemi afërditën në trekëndësh me Plutonin dhe Saturnin na ndihmon jashtëmase për javën që vjen dhe të nisim një rrugtim të ri drejt ndikimeve dhe pozicionimeve të planeteve që neve na jep në mundësi dhe na jep kohën e duhur për të nisur një ndikim, një çështje pune, sepse na jepet mundësia për një të ardhmë të afërt që të vazhdojmë më tej. Prandaj është e koha më e mirë e mundshme. Në lidhje me bashkim familjar ose keni pasur një problem dokumentacioni, se ditë e premte është një nga ditët më të mira dhe më të qeta për sa përket nismave dhe ndryshimeve. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm të ditëshit parë, me Ujor të ditëshit të tretë, e keni mundësinë sepse këto dy shenja kanë ndikime shumë të mëdha, por kanë edhe shenjat e zjarrit, siç është dashi, për shembull në lidhje me dokumentacionin ose bashkim familjar, është Luani në krahun tjetër ka ndikime shumë të mira, por mos harrojmë sepse edhe shenja e ujit, që është Akripi, kanë mundësinë e tyre. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Shenja e dashit duket se, siç e thash në fillim të emisionit, ka të bëjë një ndikim shumë të mirë për sa përket bashkim familjar ose i dokument që keni për të marrë e pasi probleme lidhjen, duket se kjo ditë është dita shumë pozitive dhe do t'ju japi mundësi dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha, për bërë zgjedhjen e duhur në çështje të mëdha që do të keni, por njëkohësisht edhe një nga momentet më të mira të mundshme mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete që ju keni, sepse është momenti juaj, është ajo çka dua të bëj, çka dua të kem në jetën time, të përditshmërinë time dhe shumë gjëra të tjera. Prandaj juve që së dashit i keni gjitha mundësitë që mund të rregulloni, stabilizoni gjërat që doni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e ditëshit parë, luanët e ditëshit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Periudhës së Demit duket se ka të bëjnë shumë ndryshimi dhe mënyra e komunikimit, sepse është një nga kohrat më të mira të mundshme dhe stabilizimi është në dorën tuaj për arsye të ekonomisë, për arsye të punës, për arsye të dashurisë dhe të gjërave të tjera, sepse ka të bëjë shumë dhe me kontakte që do të keni në lidhje me punën tuaj. Prandaj bini pas, sidomos mbas orës 10, në ora 10 deri në orën 16:30, ka diçka shumë të madhe dhe diçka shumë pozitive, madje është koha, momenti, periudha ku ndodhin gjëra të mëdha. Prandaj lëreni gjërat të ecin vetë, sepse keni një nga mundësitë më të mira të mundshme, keni dhe kohën e duhur për zgjidhur gjërat që dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dëm të ditëshit parë, me Ujor të ditëshit tretë është perfektja, edhe pse me vështirësi do t'ja dini, por me Akrep është vetjeta. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se jo se kanë një problem për të shqetësuar, por kanë një gëzim shumë të madh në lidhje me ndikimet që kanë bënë, sepse mësojnë një lajm shumë të mirë në familjen e tyre dhe kjo do të thotë që kanë presin një çështje pune për të realizuar, presin disa gjëra shumë të rëndësishme mbi zhvillimet që bëhen ose koha që juve keni tani e tutje është një moment mjaft i mirë stabilizues nga njëra anë dhe korrekt nga ana tjetër, por megjithatë edhe pse ka pasur diçka, keni disa gjëra që nuk janë aty ku duhet, por me kalimin e kohës gjërat rregullohen, stabilizohen dhe ecni drejt një ndikimi shumë të mirë pozitiv dhe një moment mjaft të mirë në anën tuaj dhe në jetën në personalitetin tuaj. Duket se gjithçka shkon bar, duket se i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Momenti dhe koha, periudha ku ndodhin fenomenet është dhe mundësia më e mirë e mundshme në anën tuaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me peshore të ditëshit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, që është shenja e gaforeve. Gaforët dashura duket se ka ardhur koha dhe momenti për të nisur diçka të re, diçka shumë të rëndësishme për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse lidhet me disa para, disa takime që keni tani e tutje, janë takime, nuk janë takime rutinë, to janë takime mjaft pozitive, sepse koha tregon që jeni me fat, koha tregon që i keni të gjithë mundësitë dhe kohën e duhur për nisma të reja
mbi favorizimet dhe gjërat konkrete që do të keni, sepse çështjet ekonomike financiare, mundësitë të arta që keni tani tutje, ndryshimet që do të keni, mundësi që do të vinë, e keni, sepse gaforët janë ndryshimi, janë ajo çka ata kërkojnë dhe duan me deo mos, po bëjnë gati 3 javë që po presin një punë dhe nuk po del dot. Disa para për të marrë nga banka nuk po i marrin dot. Dhe kjo bën tani se kjo ditë e premte është një ditë vazhdimësie dhe një ditë korrektësie mbi gjëra që do të bëni, mbi çështjet që do të keni, sepse periudhat e kohët janë tani dhe momentet janë më të mira të mundshme mbi çështjet që do të keni dhe një nga ndryshimet më të mëdha që do të keni tani atje. Çështje shpirtërore lidhe që kanë bëjnë me peshkët dhe dishit të tretë, me akrepët dhe dishit të dytë është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë zjarri ku që është në fillim të emisionit, juve jeni partizanët e ndryshimit të madh dhe kohës tuaj që do të keni në lidhje me anën ekonomike, me financat, po, jeni financiar të shkëlqyer në fakt edhe për punën tuaj, por disa para që do të harxhoni me biznesin tuaj, është një nga kohrat më të mira të mundshme dhe mbi disa çështje, keq kuptimi keni pasur dikur, por vjen momenti tani që do t'i zgjidhni gjërat siç doni juve. Është në një kohë shumë e përshtatshme sepse përshtatshmëria dhe ndryshimi, mundësia dhe vazhdimësia ka të bëjnë shumë në ekonomi, ka të bëjnë shumë në punë, ka të bëjnë shumë dhe në vazhdimësi të çështjeve që juve keni. Në çështjet shpirtërore lidhe që kanë bëjnë me dëmt të dishit parë, me ujor të dishit të tretë është diçka shumë pozitive. Madje është periudha dhe koha më e mirë e mundshme mbi disa çështje dhe zhvillime të rëndësishme që do të keni në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe të ndryshimeve të mëdha që do të vinë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, disa çështje shumë madhore që do të thotë me ujor të dishit parë, nuk ke vend dyshim, nuk ke diskutoj. Shikojeni se pse ka për t'ja vlejtur, kurse me dëm dhe me shiketar të dishit parë, sado që të keni disa debate, ju po janë debate kalimtare, ose ata që kanë ascendente në këto shenja, mund të kenë ndikime të tjera mjaft favorite për jetën dhe vazhdimsinë. Një gëzim shumë i madh, nëse prisni për një shtatzani, një pasardhës, atëherë e keni me peshk të dishit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, një shenjë që vërtet i keni mundësit, keni kohën e duhur tani për tani në lidhje me takime pune, lidhje me ndryshime, lidhje me vendimet shumë të rëndësishme që do të merrni, janë vendime mjaft të mira si në anën ekonomike financiare, si në lidhje me biznesin, si në lidhje me karrierën sidomos është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm sepse diskutimet, ndryshimet, marrje vendime të rëndësishme në kohën e duhur është një nga momentet më të arta që do të keni, sepse ka të bëjë shumë, sepse virgjëreshat janë në kohën e tyre, janë në ndikimin më të madh që ata kanë në fushën e karrierës së tyre, sepse çdo gjë shkon bash, çdo gjë arrihet sepse e kanë zgjuar sin dhe maturin. Ja kanë arrit qëllimin dhe kjo nuk diskutohet sepse tani për tani mundësit janë dhe i kanë anën e tyre përse përket ndryshimit dhe marrin në vendime të rëndësishme, sepse pak a shumë këta e dinë shumë mirë se ku shkojnë dhe çfarë duhet bëjnë, kështu që nuk ka vend për të qetësuar këtu, por për të gëzuar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëm të dishit të parë dhe me ujor të dishit të tretë, përgatitur sepse gjërat janë favorite dhe jo problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri që do të thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se tani për tani gjërat janë keni në vijë, nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim arsye punës ose gjëra që keni pas ose çështje të lëna pezë ose gjëra që nuk ka diskutim, sepse peshorët dinë shumë mirë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë dhe çfarë ata realizojnë. Realizimi dhe diskutimi që ka të bëjnë me punën tuaj, do bëni një ndryshim pune juve, mund të jetë ditë e fundit, domethënë e javës, që punoni aty në atë punë që jeni, sepse prisni diçka nga java tjetër juve, edhe një rritje në punën tuaj, sepse i keni të domosdoshme një punë të dytë, për një mirë arsye, por dhe kjo vjen si ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në vazhdimsi. Por çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me dëm të dishit parë dhe ujor të dishit të dytë kanë ndikime shumë të mira. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që është mjaft ndikuese, mjaft pozitive në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me kuptimin e jetës dhe të vazhdimësisë, që do të thotë shenja e akrepëve. Për akrepët duket se tani për tani janë anën e tyre, kanë një mundësi shumë të mirë sepse zhvillimet e ndryshimit që kanë bëjnë dhe mundësitë të arta që vijnë tani në anën tuaj, keni një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive dhe jo sa për diskutimit ose gjëra të tjera, por në anën tjetër keni mundësinë e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet e mëdha që keni, një mundësi shumë e mirë që juve e keni dhe të arsyeshme për sa i përket punës, sepse keni një të drejtë madhe për kush e di. Kjo është puna juaj, kjo është ana juaj për sa i përket ndryshimeve të mëdha
që vinë në fushën e karrierës, që vinë në fushën e ndryshimeve të mëdha dhe të anës ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luante dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit është perfektja, por pa kujdes me dëmt dhe diçit të dytë. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e ndryshimeve, e mundësive të arta dhe e kuptimit të gjërave, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani për tani janë mjaft të ndikuar në lidhje me karrierën, në lidhje me punën, në lidhje me disa ndryshime që do kenë tani tutje shigjetarët në punën e tyre, në lidhje me anën ekonomike. Në lidhje me ekonominë keni juve disa gjëra të vogla që mund të zgjidhet problemi, ose mund keni pas disa probleme të lëna pezull dikur, por mos e lini kështu domethënë në dorë të tjerëve, sepse juve i keni gjitha mundësitë në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që keni në punën tuaj, por në lidhje me karrierën. Lidhje me karrierën është një moment shumë i mirë dhe tërë pozitiv për sa përket arsyes dhe ndryshimit, për sa përket punës dhe detyrimit. I keni të gjitha këto, por këto janë mjaft një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse lidhet me anën ekonomike, po lidhet dhe me një udhëtim që do të bëni tani tutje, është udhëtim pune, kur do të zgjidhni çdo gjë në dorën tuaj, dhe është momenti më i mirë, më i artë që ndonjëherë. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe dishit të parë dhe me binjak. Me binjak, edhe mund keni pasur probleme të vogla, por janë kalimtare të zgjidhshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që pak a shumë i keni mundësitë, keni dhe zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, që do thotë është shenja e bricjapëve. Bricjapi duket se ka kohë që lodhet shumë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen, por gjithsesi, kjo është një periudhë një afat kohor që do të keni juve ekonomik ose disa gjëra që vërtet për momentin mund keni pasur probleme ose të mbartura për problematika të ndryshme, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë tani e tutje, ku keni kohën tuaj, keni momentin. Momenti është ai që do të zgjidhni problematikat nga më të ndryshme që mund keni, disa çështje të lëna pezull, është momenti juaj, sepse sado që të flasin të tjerët për juve i ecni përpara dhe nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse një gëzim shumë i madh në familjen tuaj e keni, kurse në çështjet e tjera që do të thotë me anën shpirtërore, do të thotë me disa probleme që keni pasur me gaforet e diçit parë, me dashët e diçit tretë dhe me ujorët e diçit të parë, është diçka shumë pozitive. Por mos harrojmë se me virgjeshtë e diçit të dytë është idealja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft pozitive, e rëndësishme për nga ana ekonomike, e rëndësishme për nga ana e punës dhe karrierës, sepse jeni shumë të karrierës, jeni shumë të dhënë pas ndryshimeve dhe kohës së duhur që do të keni, sepse duket se jo se ujori ka pasur një problem e lënë pas dore, por ujorët duket se tani kanë mundësinë dhe kohën e duhur. Disa bisedime që do bëjnë sot në orën 12 deri në orën 14:30 kanë një mundësi shumë të mirë, sepse pozitiviteti, puna, karriera, ndryshimet dhe vendimet, mundësitë të arta që keni tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim. Për një mirë arsye, sepse keni mundësitë e juve, keni anën pozitive, keni kohën dhe çështjet konkrete në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, këtu do të bëni pak kujdes se keni lënë pas dore, them unë. Ta e dini më mirë ju gjënën, po unë kam drejt ju them, sepse kanë bëjnë me një çështje, me një shenjë, nëse keni pasur probleme të mbartura më përpara, për shembull, sepse kjo lidhet shumë me luanin që keni përballë. Por kjo varet pastaj se sa kohë keni pasur juve ose keni rënë dakord, keni gjetur zgjidhje që të largoheni nga njëri tjetrit, jo në mënyrë shoqërore, kjo puna juaj, po nëse keni pasur dhe doni që të vëni lidhje përsëri ose të keni mundësinë, këtë ditë e keni tuajën. Kurse të palidhurit që kanë ndikime me dem ose me akrep, është koha e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqë të dashur, nëse keni mundësinë ose keni mundësi bisedimesh për ditën e sotme, është ditë shumë e mirë kjo. Mundet që të rregulloni gjërat të ku doni, të rregulloni gjërat siç i doni juve, sepse koha tregon që juve jeni me fati, keni mundësitë në anën tuaj. Për çdo gjë mund të filloni dhe rifilloni gjërat ku doni juve, mundësitë janë të arta dhe koha është ideale për zhvillime, për ndryshime, është koherente me gjëra që bëhen, gjëra që ndodhin në anën ekonomike financiare, lidhe me biznesin dhe çështjet e tjera që do të keni.
Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim për anën e punës suaj, sepse lidhje me punën juve jeni me shumë fat në këtë drejtim, e keni mundësinë për zgjidhur çdo problem në punën tuaj, çdo problem në ekonominë tuaj, është tani e tutje do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar të diçit parë dhe me dëm të diçit të tretë, sado që të jetë vështirë, por do t'ja dilni. Këto ishin pak a shumë për sa i përket kësaj dite kaq të rëndësishme dhe tepër pozitive të datës 26 qershor të 2026. Por nëse dëshironi parashikime shumë të detajuara në çdo aspekt, atëherë kemi astrologu.al, faqja roz dhe më pas shkoni poshtë tek sekretaria, atje dërgoni emailin tuaj me të dhënat dhe pastaj të shikoni, sepse do flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp për të biseduar se si funksionon shërbimi. Nga një rrepulla, më të mirë njëroj. Gjithë mira.